Por fillimisht do të flasim pak për Gërçecin. Ju konkretisht jeni hoxh në xhaminë e re. Po, Aty ligjeroni. xhami po. Tash Gërçeci ka dy xhami. Dy xhami po. Do ma shpjegosh pak këtë se Momentalisht. xhamia e vjetër duhet jetë e para dhe Po. e reja xhamia ku patjetër. jeni ju. Fshati Gërçec gjithherë elhamdulillah kanë qenë domethënë që kanë dashur fenë e Allahut dhe janë munduar ato gjithherë të praktikojnë ritualet të cilat Allahu i ka obliguar për muslimanët dhe padyshim se ajo e cila i tubon të gjithë ato ka qenë xhamia dhe shtëpia e Allahut. Ka funksionuar xhamia e fshatit që ka qenë fshati me një xhami, ka funksionuar shumë bukur dhe mirë deri në një moment që me të vërtet është ndje nevoja për dhe një xhami tjetër. Por ajo si befasi që pa të ndodhur dhe të gjithë fshatarët, dhe unë zbashku me të se dhe unë jam bashkëfshatari i tyre, dhe me thonë jam fshatar dhe banori fshatit të Gërçecit, lindë e rrit në atë vend. Qëllimi është që me shprejhat befasin me të cilën na e ndjejmë në start që ndoshta ke si stimuluesi për të qenë kjo xhami me të cilën funksionon gati një vit e ca që është në shërbim të bashkëfshatarëve tonë dhe të komunitetit musliman të gjithë kush i cili ka dëshiruar, ka ardhe, ka vizituar dhe ka prezentuar në mesin e kësaj xhamie. Një haxhi i cili ka qenë shkak që nga zemërgjerësia e tij dhe besimi i thellë i tij në Allahun, ka qenë se e ka dhuruar një tokë të tij që të shërben për ndërtimin e xhamisë. Tokën private. Tokën private të tij. Sa bukur. Dhe se kjo është mirësia, ose me thonë befasia me madhe për ne, që të marrësh mësim nga një haxhi i cili te na është ende gjallë, Haxhi Ramizi, pa e ceku dhe emrin e tij duke e lutur Allahun që të jep shëndet të plot dhe t'ja zgjat jetën e tij, se me të vërtet ka qenë një ndër shkaqet kryesore që i pari nxiti që lëshon tokën e tij për hir të Allahut xhela xhelalu edhe në to të ndërtohet xhami. Por befasia dhe më e madhe dhe më e thellë të themi dhe më e mahnitur ka qenë në fshat që Allahu xhela xhelalu e dërgon dhe një investitor të vetëm të fshatit të Gërçecit. Tash normal se është bërë pak çështja virale e sumës e diçka, po në krahasim me një vepër të madhe të këtij burri që e ka vepruar dhe kjo ka qenë iniciativa e tij që ai të dhuron një shumë të madhe parash të personale të tij, domethënë që ai ka investuar në ndërtim të xhamisë dhe ai ndoshta shpjegon më mirë çështjen e mbrëmësisë së tij se çka e ka stimuluar për të ndërtuar xhamin, po ai nga momenti që kupton se është lëshuar një tokë për xhami, ai e merr iniciativën dhe e jep lajmin dhe thot se unë do ta ndërtoj xhamin komplet. Dhe e merr përsipër ndërtimin e xhamisë ai komplet vet. Dhe është i njohur, emri i tij Enver me firmën e njohur të tij, është hoxha i njohur me ndërtimtari, por ja Allahu e bën shkak dhe sebeb që ta merr përsipër komplet ndërtimin e një xhamie, me të vërtetë është shumë e vështirë dhe Allahu ja mundësoi që ta realizon normal me bashkëndihmuesit të cilët i ka pas të tij, por një shumë e madhe që të arrin parash gati nëse nuk gaboj 500.000-600.000 euro arritja e sumës së ndërtimit të një xhamie nga një person. Vetëm nga veri. Po vetëm nga ky person. Edhe kjo e arritur nga kush, nga një bashkëfshatar i cili është fshatari i Gërçecit. E mrekullueshme.